BDI-s nuk I falet për një gjë. BDI-ja ka kontribuar aq shumë për të arritur Mickovskin se që në domin më të madh ka bërë shqiptarëve. Shqiptarët Maqedoni kishin nevojë për dy parti maqedone që do ishin të balancuara. BDI-ja I prishi balancat. Një me trajtimin të cilin ja bëri Lidhja Social-Demokratët Maqedonisë, me koalicionin duke marrë nga LSDM-ja gjithçka dhe më në fund shku në murën edhe kryeministri shqiptar. U tërhoqën nga detyrimet të cilët duheshte të mbështesin kandidatin për president dhe retorika e tyre e provëmërohen në këtë gjendje. Dhe unë uroj që mos ketë zgjedhjet parakoshme, mendoj që duhet brenda ka kërkesa minimaliste që mos ta forcon vëmëron. Nuk është puna e kërkesave është puna retorika e BDI. Filmat e drejtuara, çon ta thej premtim. Është keq që kemi bërë kryeministër shqiptar, a be çfarë infantil Mohamedi jetë. Për çfarë do njihet? Faton. Prandaj tash unë e di se do reagosh. Unë e di. Ama më detyrosh me shqipe sa pa lidhje me një fjalë, dhe them gabimi I madh pse pas kemi bërë kryeministër shqiptar. A dish cili është veprimi I vetëm? Dëgjoj, veprimi I vetëm I kryeministrit shqiptar ishte miratimi I ligjit për mbrojtjen e gjuhës maqedone.